Por i kthehemi sërish në studio bashkë dhe tani do të flasim për një kampanje e cila tashmë realizohet për vite me radhë dhe e cila ka për qëllim krijimin apo financimin e kutive të Bajramit, të cilat u jipen fëmijëve dhe familjeve. Për të folur për këtë aksion, i cili ka qenë realizuar gjatë tërë muajit të Ramazanit dhe tani me datë 31 po finalizohet i njëjti, në lidhje direkte kemi Orhan Cekan. Përshëndetje Orhan. Përshëndetje Era. Unë fillimisht shfrytëzoj rastin të të uroj festën e Fitër Bajramit, ty dhe gjithë familjes, dhe shpresoj që gjithmonë lumturia dhe begatia të jenë kryefjalë në familjen tuaj. Ju faleminderit shumë dhe unë uroj rastin që edhe juve, po edhe të gjithë atyre që na shohin sot ua uroj festën. Ne do flasim për një iniciativë e cila tashmë po realizohet me vite. Sa vite u bën Orhan që po e realizoni kutitë e Bajramit? Kemi fillu diku në vitin 2016. Mbaj mend këtë pak më mirë për shkak se aty ishim në Universitetin e Europës Juglindore, ku ishin këto takimet e para në mes shoqërisë të cilët donim të fillojmë ndonjë iniciativë kështu jo formale. Pastaj në anën tjetër ishte edhe Rita që kishte një iniciativë të vetën për veshmbathje për fëmijë, edhe u takuam aty, u bashkuam edhe nga 2016 deri në 2025 është viti 10 me radhë, do me thënë jubilej jemi duke festu, që jemi të organizu, normal që me ndryshime edhe në aspektin asaj se çka jemi të bo, po edhe në rritje, goxha rritje gjatë viteve. Po më thuaj pak, si erdhi deri te kjo ide para 10 viteve? Si erdhi te momenti që disa persona të shoqërisë civile të mblidhen që të ndihmojnë në këtë ditë feste? Ne filluam në mënyrë shumë të natyrshme. Do me thënë, kishim pas disa raste të cilat i kishim dëgjuar që ka nevojë për ndihmë, ishim grup shoqësh të cilët po bisedonim se duam në ndonjë mënyrë edhe ne të ndihmojmë dhe tham pse mos ta bëjmë edhe ne në këtë mënyrë jo formale. Se kemi pa mënyra të ndryshme të cilat edhe janë tuk u organizuar nga organizata të ndryshme, po donim edhe një kontribut ton individual qytetares ta japim edhe ne. Edhe me një listë më të vogël të familjeve që i njihnim, ku duheshte t'ju ndihmojmë me një listë shumë më të vogël të antarëve dhe të donatorëve, e filluam këtë nisë. Siç thash, aty ishte në të njëjtën kohë ishte edhe Rita e cila merreshte me idenë e grumbullimit të donacioneve për veshmbathje për fëmijë, edhe e pam që këto dy iniciativa në mënyrë shumë organike duhet të jenë së bashku. Ku ne dërgonim një kuti ushqimore, ndërsa te njëjta familje, të cilët kanë një numër të fëmijëve, duhet dërgoheshin edhe tesha. Dhe në fakt, këto janë dy ndihma shumë të rëndësishme, sepse po të shohim edhe nevojat elementare të njeriut, është fillimisht strehimi dhe ushqimi, por edhe veshmbathja. Orhan, sa kishte besim në fillim, sepse ndonjëherë shihen edhe me skepticizëm këto organizime kur janë në fillesat e veta. Patjetër, e bukura e gjithë kësaj ishte që në fillimet tona ne kishim shumë lehtë për të organizuar për shkak se donacionet na vinin nga njerëz të cilët na njihnin neve. Do të thënë në fillimet fare ishim diku afër 10 persona të cilët ishim pjesë e grupës. Ne kishim antar të familjes, shoqëri përreth neve, të cilët njëjtë kishin planifikuar të ndihmojnë, po nuk dinin në çfarë mënyre dhe ku. Kështu që ne u bëm si ndërmjetësues natyrshëm në mes atyre që duan të ndihmojnë dhe atyre të cilët kanë nevojë për ndihmën. Në këtë rast, fillimet ishin prapë shumë më të lehta për shkak se nuk e kishim të hapur iniciativën për publikun. Hapjen e iniciativës për publikun vendosëm ta bëjmë diku nga viti 5-6 i implementimit të iniciativës, ku pamne se ka edhe shumë tjerë të cilat ndoshta edhe nuk na njohin direkt ose njohin dikë që njeh dikë tjetër, po kanë shpreh dëshirë të ndihmojnë dhe atëherë tham pse jo në rastin kur kemi shtim në listën e familjeve, po kemi kapacitete goxha më të limituara në aspektin e donacioneve, atëherë pse jo ta hapim në mënyrë publike dhe ato që duan dhe na besojnë pse jo të jenë pjesë e iniciativës bashku me neve, dhe në këto vitet, në 5 vitet e fundit ka qenë e hapur edhe për publikun, për ato të cilët kanë dashur të ndihmojnë edhe jashtë Tetovës, kemi pas nga diaspora shumë ndihmë, kemi pas nga qytete tjera të cilat jo vetëm për të ndihmuar brenda qytetit tyre, po edhe kanë qenë të interesuar dhe të ndihmojnë për familjet në Tetovë.
Dhe në fakt që nga viti 5 dhe i 6, më thuaj, ka pasur ndryshim të madh sa i përket shumës së parave të mbledhura, edhe në fakt për ta shpjeguar për publikun se si funksionon, pra një shumë e parave çdo person mund ta sjellte ju dhe ju ato i konvertoni në ushqim dhe në veshmbathje, apo? Ashtu, do të thënë, në momentin kur e hapëm pak më shumë në aspektin publik të kampanjë, u rrit goxha numri i donacioneve, ne me 10, 15, 20 persona shumë pak kishim hapësirë për edhe mundësi për të mbledh, kështu që ne shkuam nga diku 30 pako që i ndanim fillim në 100 pako, 100 familje të cilat i kishim në listën tonë. Kemi pas vit ku kemi diku afër 200 familje i kemi mbulu me pako ushqimore. Kemi bën ndryshime nga viti në vit, për shembull gjatë kohës së Covidit kemi pa që nevoja për Ramazan, jo vetëm për Bajram, por për Ramazan ishte pak më e madhe se atëherë edhe në krizë ishim, kështu që e ndruam atë vit, nuk e patëm kutinë e Bajramit, por kutinë e Ramazanit e bëm atë vit, ku kishim shumë më shumë mjete të cilat u ndanë për t'i përgatitur kutitë e Ramazanit, ndërsa pas asaj prap shkuam tek zanafilla që e kishim fillim. Edhe ndoshta edhe këtu pak ta shpjegoj arsyeja sepse ne vendosëm që për Bajram ta bëjmë kutinë dhe jo kutitë Ramazanit, ishte për shkak se ne kemi pa që ndihmat për Ramazan edhe ashtu ka. Po ajo e cila është pak më specifike është që çdo lloj ndihmës që jepet është një lloj i ndihmave elementare. Atë që e bëjmë ne në kutinë e Bajramit është që ne mendojmë fillimisht të fillojmë me receta të cilat do i duhen një familjes 4-5 antarëshe për ta bënë një drekë të Bajramit. Dhe ashtu edhe e fillojmë ne pastaj përpilimin e listës se çka do të ketë kutia. Do e mendojmë në një aspekt të ushqimit, nuk e di, do themi sarma, specat mbushura ose çka do të jetë, edhe e mendojmë se çka do duhet aty. Do duhet mish i bluar, do duhet oriz, pastaj do duhet kjo, do duhet ajo, dhe i mendojmë të gjitha pjesët të cilat një familje ka nevojë që mos ta ndjejë vetveten ndryshe nga familjet tjera të cilat i kanë të ardhurat më të mira. Po më thuaj pak, këto pregaditjet, ato recetat, kush i vendoset, qa do të futet, kush do bëhet, e vendos ti, vendos një grup së bashku? E vendosim edhe me grupin, po për shkak se unë jam pak edhe nga aspekti kulinar më interesuar për gatime, kështu që i mendoj unë pak më në detaje se çka më duhen mu kur të duhet unë të përgatis diçka për drekën e Bajramit, për shembull. Më thuaj pak, këto kuti si vjet, çfarë kishin brenda? Kutit si vjet kanë qenë me shumë 1800 denar, edhe pak ndoshta prej fakti që janë rritë edhe pak çmimet, po edhe kemi bërë disa ndryshime aty. Do të thonë kemi filluar nga gjërat më elementare që duan, si kripa, sheqeri, mielli, dhe pastaj kemi shkuar në gjërat që janë pak më të rëndësishme për ta bërë drekën e Bajramit. Vet, qumësh, puding, mish të bluar, kofsha fule, qebapa, pleskavica. Do të thonë gjërat të cilat i kemi menduar se duhet të ketë një tryezë, oriz, pastaj kemi menduar edhe se këto familje do duhet të shërbejnë mysafirët kur do vinë, kështu që kemi blejtë edhe gjërat të cilat do i përdorin për të shërbitur mysafirët. Kemi menduar edhe për faktin se duhet edhe lëngje, kështu që kemi shtuar edhe lëng aty. Kutia do të thonë ka të gjitha këto artikuj brenda. Po, përderisa mendohet për të gjitha këto, kur dorëzohen kuti? Dorëzohen sot në mëngjes janë dorëzuar, po nga dje mbrëma ose më herët? I kemi fillu këto shumë më herët, zakonisht për shkak se ne kemi një grup goxha të madh tash të vullnetarëve, si tash kemi filluar me 10, ndërsa këtë vit e kemi pas kulmin e vullnetarisë, ku kemi pas diku 16 vetura të cilat kanë qenë të angazhuara për të bërë shpërndalje në kutive. Ne nuk i thrasim familjet të vinë në një stacion ku do i marrin kutit, po mundohemi që të shkojmë para deri të sjellnim kutit atyre që mos t'i fusim në cikletë dhe ato. 16 vetura me 2 persona të cila vetur, 32 vullnetarë që kanë qenë në teren, plus kemi pas afër 10 vullnetarë tjerë të cilët kanë qenë në aspektin organizativ që janë marrë me shpërndarjen edhe me listat. Këtu do shtojmë edhe plus tjerë të cilët kanë qenë pjesë e grumbullimit të donacioneve. Do të thonë ne flasim diku për një grup afër 40-45 vullnetarë të cilët në një mënyrë ose tjetër kanë qenë pjesë e iniciativës. Atë që normale bëjmë ne është që të dielen përpara Bajramit, mundohemi që ta bëjmë ndarjen e kutive. Këtë vit ndodh që Bajrami të jetë e diel,
kështu që e bëm një javë më herët ndarjen e kutive, janë nda të dielën e kaluar, i kemi nda kutit, po përveç kutive është në rëndësi edhe këtu ta përmendim se këtë vit prapë ne kemi shku me kupona për veçmbajtje për fëmijë, i kemi 100, domethënë kuti kemi pas 125 kuti të ndara, kupona kemi nda për 130 fëmijë, kupona nga 1000 denar për veçmbajtje dhe për familjet të cilat i kemi pa nga ana e vullnetarëve që janë konsideru nga ato 125 që janë në gjendje pak më të rëndë, kemi dërguar edhe para cash, afër 50 euro për një familje në 30 familje tjera. Mund të flasim pak më shumë me numra sa persona këtë vit kanë dhënë donacione, shuma e parave cila është mbledhur edhe kështu me radhë? Patjetër, ne kemi pas këtë vit afër 75-80 donatorë, fillojnë donacionet nga 500 denar në 20.000-30.000 denar, edhe janë të larmishme. Atë që çdo herë ne më mundu ta japim si mesazh është që nuk është me rëndësi të jepet një shumë e cila do të jetë ekuivalente me një kuti sa kushton, se normal jo secili është në gjendje për ta dhënë një donacion të tillë, po secili ka pas mundësi të jap aq sa ka pas mundësi dhe sa ka dashur të jap. Kështu që kemi pas donacionet nga më të ndryshme, nga 500 denar në 20-30.000 denar, të cilat janë dhënë nga një personi vetëm, janë mbledh total 7.000 euro donacione, dhe kjo në kohë rekord prej 3 javësh. Po donatorët nga i kemi të vendit, të jashtëm, ku lëvizin më tepër? Shumicën e kemi nga Tetova, patjetër, po kemi edhe nga qytetet ndryshme të Tetovës, kemi shumë edhe nga diaspora. Do me thënë ato të diasporës edhe janë pak më dordhën, kanë mundësi dhe të ndihmojnë pak më shumë. Kështu që kemi pas edhe nga diaspora goxha hapësirë, dhe këtu kur them diaspora, flas Zvicër, Gjermani, Itali, Austri, kështu që nga secili vend i mundshëm që kemi pas donator. Ka qenë mirë edhe fakti që antarët grupit të vullnetarëve që kanë grumbullu donacione, kemi edhe të stacionuar në Europë. Kështu që çdo donacion është dërgu tek një pikë mbledhëse në Evropë dhe pastaj ata na janë dërgu neve në fund grupit që jemi këtu punues në Tetov. Orhan, në këto 10 vite që ju e bëni gjithë këtë proces humanitarën do ta quaj, thuaj pak, si ka lëvizur ndër vite? Cili vit mund t'jetë ndoshta me më shumë të donator dhe më i suksesshëm? Ne kemi pas, do kisha veçuar ndoshta vitin me Covidin që ka qenë 2020-2021, aty edhe besoj që altruizmi ishte pak edhe më i lartë, njerëzit kishin edhe më shumë besim se nevojë kanë më shumë njerëzit për t'u ndihmu. Ndoshta aty pak më shumë kemi pas, po këtë vite kemi arrit gati edhe atë vit. Do me thënë, kemi shku në shifrat nga 400 në 450.000 denar. Kjo ka qenë ajo pjesa maksimale që kemi arrit për të grumbulluar. Po për këtë vit, vetë se më kutit janë shpërndar, më thuaj pak ky proces sa merr kohë paraprakisht për të fillu edhe kur ju filloni mlidheni së bashku që të nisni të ndërmirni edhe veprimet e para për kutit e Bajramit? Këtu ndoshta të ndaj edhe informatën se në fillim kur e fillum këtë iniciativë ishte shumë e vështirë. Për shkak se ende nuk i kishim mësuar këto aspektet organizative të cilat janë të nevojshme. Për shembull, na ndodhte që vetë i mbushim kutit, i përgatisim kutit vetë që merrte kohë goxha, ose t'i blejmë artikujt. Që ndër vite atë që kemi mësuar nga gabimet e mëparshme ka qenë për shembull të kemi bashkëpunim me ndonjë supermarket i cili do na ndihmojë edhe për përgatitjen e kutive. Kështu që vullnetarët tanë i kanë gati të përgatitura kutit në momentin kur duhet bëhet shpërndarja. Neve kutit na vinë të përgatitura ditën e diel në mëngjes, dhe pastaj ne kemi listat të cilat paraprakisht një grup pak më i vogël punues që jemi në iniciativën, i bëjmë listat, i ndajmë në rajone dhe pastaj u japim vullnetarëve të ndarë në rajone të ndryshme të qytetit për të bënë ndarjen e kutive. Si proces normal vite tjera ka shkuar dhe më gjatë.
Kemi pas vite kur është desh të çelim iftar në momentin e fundit se kemi arrit vonë dhe është desh vazhdohet pas iftarit, po ditën e nesërme në disa raste tjera, për shkak se kemi qenë si grup pak më i vogël me vetura më pak, mundësit më pak për larg, kështu që këtë vit fakti që kemi pas 16 vetura të cilat kanë qenë të gatshme për të bërë ndarje ndoshta me 2 rotacione, kemi fillu ja them ora 9:30 kemi fillu iniciativën ditën e diel dhe kemi mbaruar ora 12:30. Do me thënë për 2 orë gjysmë janë bërë ndarjet komplet. Thuaj pak Orhan, sa është e mirë kjo për ju? Çfarë ndjenje jep tek ju, sepse janë shpesh ato shprehje që më tepër lumturohet ai që jep sesa ai që e merr ndihmën në këtë drejtim. Është shumë e vërtet, e shoh këtë edhe tek vetja, po edhe tek vullnetarët tjerë, tek anëtarët e grupit, të cilët çdo herë kur kthehen nga një familje që kanë nda kuti, normal që e ndjen edhe atë dëmshurinë edhe të vjen keq, që e i mërzitur për shkak se ke pa një gjendje të cilën ke menduar se ndoshta në vetin tonë s'kemi kështu raste të tilla, po pastaj në të njëjtën kohë ke edhe ndjenjen që ke pas mundësi të ndihmosh diku. Je bë sebeb, je bë arsye që dikush në ditën e Bajramit ta ketë tryezën e plot dhe mos ketë nevojë të mendojë se do të ketë ushqim atë ditë për veten dhe për fëmijët e vet. Domethënë nuk ka ndjenjë më të mirë se sa ndjenja për të ndihmuar tjetrit, për të pas mundësi të shohësh një buzëqeshje diku, një uratë të vogël ta fitosh, edhe uratat janë të mëdha. Në secilin rast kur dërgohen në secilin shtëpi, uratat janë të mëdha për donatorët, janë të mëdha për ato të cilët ndajnë, për të gjithë ato të cilat janë të involvuar, për shkak se vërtet nevoja është aty. Ne shpesh harrojmë në rreth tona mund edhe mos të kemi persona që njohim ose familje që njohim që janë në nevojë dhe harrojmë se mund të ketë njerëz të cilët ende ballafaqohen me skamri, të cilët nuk kanë mundësi fëmijëve të vet një tryezë të duhur të Bajramit të përgatisin. Orhan, deshëm apo s'deshëm ne, ekonomia, rritja e çmimeve, inflacioni dhe gjitha këto, patjetër që do jem pjesë e kësaj bisede. Unë desha vetëm shkurtimisht të flasim mbi atë që ti pak më herët e përmende, që rritja e çmimeve ka ndiku, qoftë ndoshta në rritjen e çmimit të paketës apo në produktet brenda. Si ka lëvizur ndër vite kjo? Këtë i kemi mbajt ne këto informata në fillimisht jo se kemi desh bëjmë të një analizë, po se i kemi në format online me vite që kur kemi fillu me iniciativën, edhe atë që shohim është se paketa e njëjtë, gati se me të njëjtat produkte ka pasu ndryshime të ndaja të çmimeve. Ne e mbajmë që fillimet tona, kur kemi fillu të ndajmë kutinë e Bajramit, një kuti beso se jo ka qenë 20 euro. Dhe njëjta kuti në ditën e sotit është 30 euro. Pra rreth 600 denarë është dallimi në çmim. Ndër vite, po. Do me thënë nga viti kaluar i kemi pas afër 1500 diçka ka qenë, viti më herët 1300, do me thënë me vite nga 1200 që ka qenë fillimi. Do me thënë kur e kemi fillu me konceptin se 20 euro do jetë mjaftueshme. Pastaj çdo vit duke mundu të mbajmë listën e njëjtë të produkteve, çdo vit është rrit çmimi dhe këtu prapë flasim për të njëjtat produkte, nuk është se kemi shtu diçka gjatë viteve, janë të njëjtat produkte të cilat i kemi menduar se duhet të jenë pjesë e kutisë së Bajramit. Po më thuaj, ku vren, keni të dhëna se cilat produkte kanë rritjen më të madhe të çmimeve apo nuk e keni atë të dhënë? Unë tash para vetës nuk i kam këto ndryshime, po atë që e kam parë se gati në të gjitha produktet kemi ndryshime. Edhe kur flasim prej vajt i cili ka qenë 50 denar dhe është 88 sot. Ose mielli që ka qenë me 20 diçka denar është bë 35 sot. Sheqeri ka fillu me 29 denar, këtu i mbajmë si çmime 29-30 denar dhe i ke sot të afër 40-50 denar. Do me thënë janë vërtet çmime që janë rrit në mënyrë goxha drastike. Ose orizin e kemi marrë me 50 denar në atë kohë dhe tash është rrit orizi të rritë 79 denar është bë. Që nga produktet të cilën e kemi në listë, asnjëri nuk është se kush shpreh nga tjetër.
Kishim një shkëputje të shkurtër me Orhan Cekën, nuk e di nëse do mundemi në ndërkohë të lidhemi. Mirë po, ndonjëherë kur flasim për rritjen e çmimeve dhe për uljen e standardit, harrojmë që kjo ndikon te të gjithë ne, sidomos te ata që janë në një gjendje dhe më të rëndë ekonomike. Orhan, ne u shkëputëm për pak, mirë po, du di, si edhe tek veshja, ka ndikuar kjo sepse po flasim për produkte ushqimore që janë bazike, po nga ana tjetër ju jepni edhe veshje. Ne me një vlerë caktuar të hollave. Po kemi shkëputje me Orhanin, nuk e di nëse do mundemi ta rikrijojmë lidhjen me te në ndërkohë. Mirë po, gjitha këto lëvizje të çmimeve, normalisht që kanë ndikuar edhe sot në ditë Bajramit që jemi, ndoshta është më së miri mundësia që ne të rikujtojmë këto familje të cilët edhe nuk e kanë mundësinë për të shtruar një sofër të begat të Bajramit, dhe këto kuti janë aty për të na ndihmuar. Orhan, po dëgjohemi? Po, ju dëgjoj. Perfekt. Ishim tek veshjet. A ka ndikuar kjo tek çmimi i veshjeve? Tek çmimi i veshjeve ne këtë nuk e kemi si informat, për shkak se ne japim vetëm kupon me 1000 denar në vlerë. Kështu që çka marrin ato se çfarë blejnë, pastaj ne nuk e dim. Këtë pjesë nuk e kemi hapësirën për të pa ndryshime, po ne nga përditshmëria jonë që shkojmë dhe blejmë për vete, shohim se edhe aty ka ndryshime. Për shembull, në fillim kur e kemi menduar 1000 denarë ka qenë e mjaftueshme për të blejtë një palë tesha me 2 pjesë për një fëmijë. Se sa sot do kenë mundësi familje të blejnë tesha me 2 palë, me 2 pjesë, nuk e di. Ndoshta do duhet vetëm një pjesë ose një bluzë ose një par pantallona t'u blejnë fëmijëve me të njëjtat holla. Kuptoj. Orhan, ne jemi drejt fundit të bisedës, mirë po unë du di se sa vazhdon të mbetet tradita tek këti e Bajramit, baklavaja e Bajramit apo ato drekat, por edhe vizita e familjarve. Patjetër, si çdo vit ne tryezat e Bajramit çdo herë kemi të plota dhe ndoshta e fillojmë edhe nga kjo që na vret ndërgjegja kur shohim tryezat tona të plota dhe pastaj në shkon mendje se dikush mund mos të ketë çka të shtrojë në tryezën e vet. Edhe kjo na mban pak në çeks për ta kuptuar se ndonjëherë mund edhe ta teprojmë në mënyrën se si ne i përgatisim ushqimet e Bajramit. Pas 30 ditë Ramazan njeriu ndihet shumë i urritur, edhe nuk mbushet syri dhe mundohesh sa më shumë të kesh në tryez. Traditën ende e vazhdojmë ne për vizita për Bajram. Fatmirësisht që e kemi këtë traditë, për shkak se ndodh shpesh që ato njerëz që i vizitojmë për Bajram nuk i kemi pa gjatë vitit. Është koha e vetme ku ne në mënyrë të planifikuar shkojmë dhe i vizitojmë secilin prej tyre dhe spaku marrim informata, dëgjojmë se si kanë hallet dhe shohim njëri tjetrin. Pikërisht, ne po e afrohemi fundit të bisedës për sot, kemi qenë kështu së bashku për këtë Fitër Bajram, edhe njerë të uroj këtë festë edhe uroj që paqe, mirësi, dashuri të kesh ti dhe familja jote dhe faleminderit që ishe pjesë e emisionit. Ju faleminderit edhe juve shumë që çdo herë jeni krah neve në iniciativat e tilla. Faleminderit.